Vetë kjo të tregon është sinjal i mjaftueshëm se ku është sot marrëdhënia Kosovë-SBA. E kuptoni që këtë duhet t'i qartësojmë, jo se çfarë mundohen të krijojnë perceptim liderët tonë që me demek zonja Vjosa Osmani që ka bërë shoqe e ngushtë me Donald Trump. Është qesharake, kuptoni. Këtë duhet të them. Dhe zonja Osmani në amandamentet që i ka treguar, që i ka dërguar në kuvend, unë nuk di skandal më të madh. Nuk di diskreditim më të madh të institucioneve përfshi atij të presidentit se sa ky rast. Unë nuk i besoj akoma që ka mund të mendoj. Sepse jeni kundër që populli ta zgjedhë vetë presidentin, apo jeni kundër faktit që kjo bën në momentin e fundit? Ajo është një debat më vete. Zgjedhja e presidentit, dhe për këtë mund të më thirrni në një emision gjëre gjatë, sepse i njoh edhe në përbot si ka ndodhur, mund t'ju flas me shumë argumente pro apo kundër zgjedhjes të drejtë për drejtë të presidentit në Kosovë. Kjo është debat më vete. E keni për çështjen që kjo u bën në momentin e fundit? Është çështja që është në momentin e fundit, duke ditur se nuk do bëhet, sepse e din atë çdo kush e di se nuk do bëj. E ka ditur se do ta marrë për krajën e lëvizjes vetëvendosja apo e ka pritur të kundërtën? Nuk jam i sigurt, them drejtën, po është skandaloze edhe nga ana vetëvendosjes që të krijojë një që e ka mbështetur. Që të krijojë një skandal të tillë. Është turp. Them që është turp me të vërtetë institucional, do të mbetet në analet e historisë politike të Kosovës ky rast. Është shumë e çuditshme, merrni shikoni prap atë skenë dhe kushdo që e ka pa është diskreditimi i një shteti të tërë dhe i politikanëve të saj. Dhe kjo me të vërtetë